Eksportet në qendër të politikave të zhvillimit ekonomik. Gjatë konferencës ku prezantua Eksporton, platforma kombëtare e dialogut për eksportet shqiptare, u bën me dije politikat e qeverisë për nxitjen e eksporteve dhe forcimin e prodhimit vendas, si shtylla kyçe të modelit të ri të zhvillimit ekonomik të Shqipërisë. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Edi Rama tha se mbështetja do fokusohet te Made in Albania dhe te heqja e barierave që ekzistojnë aktualisht. Mbështetja direkte që ne do t'japim për certifikimet ndërkombëtare është diçka që ne e shohim si një investim strategjik të shtetit, jo thjesht për t'i kursyer biznesit disa lek, por për ta ndihmuar biznesin që të futet më shpejt në tregun e përbashkët evropian. Një nga çështjet që janë adresuar me përmirësime të ndjeshme, por jo tërësisht, është çështja e barierave dhe e logjistikës. Është çështja e procedurave eksportuese, lehtësimi i korridoreve logjistike për të ulur sa t'i dhe mundur kohën dhe koston e transportit. Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj vuri në dukje nevojën për transformimin e strukturës ekonomike, duke kaluar nga një ekonomi e mbështetur kryesisht në shërbime dhe konsum vendas, drejt një modeli të bazuar në investime, eksporte dhe rritje të produktivitetit. Ajo njoftoi miratimin e një politike industriale që do mbështesë prodhimin vendas dhe miratimin e ligjit Made in Albania, ndërsa u ndal te programi për nxitjen e eksporteve, miratuar në dhjetor të vitit të kaluar. Programi është i hartuar në 4 shtylla kryesore. Shtylla e parë lidhet me ndërgjegjësimin, komponenti i dytë lidhet me thjeshtimin dhe digitalizimin e procedurave. Ne do të çelim dritaren e vetme unike, pa pasur nevojë që ato të shkojnë nga institucioni në institucion me qëllim zbatimin e procedurave doganore. Komponenti i tretë lidhet me harmonizimin e standardeve të tregut të përbashkët evropian. Brenda tremujorit të parë të vitit, ne do të lançojmë programin kombëtar për mbështetjen e biznesit për integrimin evropian. Një komponent i rëndësishëm do të jetë edhe financimi. Do të bëhet nëpërmjet instrumentave të ndryshëm. Banka e Zhvillimit është një prej instrumentave. Paralelisht, sipas Ibrahimajt, gjatë analizës që do kryhet këtë vit për eksportet dhe produktin Made in Albania, do të përfshihet dhe një analizë e thelluar e tarifave dhe barierave jo tarifore, të cilat janë thelbësore për nxitjen e prodhimit vendas. Aktualisht 85% e eksporteve shqiptare përbëhen nga shërbimet dhe vetëm 15% nga mallrat.